Sot në ditën e mësuesit, Muzeu Historik Oso Kuka organizoi një aktivitet në shenjë mirënjohjeje për kontributin e disa prej mësuesve që kanë lënë gjurmë në arsim. Ne organizojmë si muzeum një shfaqje mirënjohjet për disa mësuesa, veteran të arsimit ton, jo vetëm shkodranë, po sigurisht edhe kontributi i tyre në arsimin ton kombëtar. Është një ditë e rëndësishme, na fton për reflektim, për t'i respektuar, për t'i mbështetur, për t'i promovuar, pasi siç e kuptojmë në kohët e një imperializmit, si thoshë, agresioni total mbi lehtësinë e gjërave, institucioni i mësuesit, institucioni arsimor, si përcjell si domosdoshëm i vlerave, nuk mund të nënshtrohet një spontaniteti, po them kështu, teknologjik, që mund ta kthejnë individin në një qenie agresive edhe ndaj vetvetes edhe ndaj fenomeneve kulturore. Sado që vitet kalojnë, ne mesemi ato që jemi, që në vitin e parë. Unë kam filluar punën në vitin 1971 në Jordanisja, kam ikë nga një shkollë në 2003 dhe për fatin tem e Zotit që mi ka dhënë ta mundsi unë punoj hala. Për kënaqësinë time paktën një orë matematikë mas dite në shtëpi. Në takime të tilla siç jena sot, ne gëzohemi se shohim breza të ndryshëm mësuesish. Edukimi është pasaporta për të ardhmen tonë dhe mësuesit kanë detyrën fisnike të frymëzojnë nxënësit e tyre. Ndaj sot është dita ku duhet t'i nderojmë dhe t'i kujtojmë me mirënjohje.